Me Rudin Bektashin, presidenti i Shoqërisë së Veteranëve të Atletikës Shqiptare, po bëheni gati për turneun e radhës që do zhvillohet këtu në Shkodër. Është e treta herë që në Shkodër zhvillohet Speedmaster Athletic Challenge, një pjesë e turit evropian të EMA League. Është një tur evropian i cili vendi ynë është për të tretën herë. Dhe jemi të nderuar sepse këtë radhë pjesëmarrja është akoma më e madhe. Turistë nga rreth 40 vende të botës. Turistit e mund sepse ne zhvillojmë turizmin sportiv, po këta janë atletë që do garojnë, do të marrin pjesë në këtë aktivitet. Tha që ka një numër më të madh. Sa është numri i atletëve të regjistruar që do të marrin pjesë në këtë garë? Atletët e regjistruar janë mbi 400, por numri atyre i do vinë do të kalojë shifrën 500 dhe 600 sepse atletët tanë shoqërohen me familjar, me të afër, me doktor, me manaxher e të tjerë. Vitin e kaluar ka shkuar gjithçka mirë, pretendoni që të shkojë edhe më mirë në këtë vit? Duke pasur dhe përvojën e vitit kaluar, mendojmë që këtë vit do shkojë çdo gjë perfekt. I kemi tani të gjitha kushtet për të zhvilluar. Shkodra ka një stadium të mrekullueshëm, me infrastrukturë që bën të mundur dhe realizimin e këtij aktiviteti, sepse pa pasur këtë infrastrukturë, nuk do ishte e mundur që ky aktivitet të zhvillohej në Shqipëri. Shohim që kanë ardhur atletët e parë, cilët janë përshtypjet e tyre, për ata që vinë për herë të parë në Shkodër në Shqipëri. Të shkëlqyera, sapo kanë britur atletë nga Maroku, nga Polonia, nga Anglia, nga Estonia, nga Italia dhe shumë vende të tjera, dhe janë të kënaqura sidomos me natyrën shqiptare. Dhe me stadiumin janë të kënaqur. Pista e stadiumit të Shkodrës është një pistë e shkëlqyer për të thyer rekorde. Dhe këtu midis nesh kemi disa atletë elitar, atletë nga më të mirë në botë, që kanë ardhur vetëm për të thyer rekorde botërore. Dhe prisni që të thyen këto rekorde në gara që të zhvillohen në Shkodër? Të shpresojmë dhe mendoj që me cilësinë e këtyre atletëve mendoj që mund të kemi thyer rekordesh botërore. Faleminderit. Faleminderit juve.